Mirdita. Prokuroria e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me të dërguarin e saj kërkoi nga autoritetet shqiptare të luftojnë kartelet e drogës. Unë e përshëndes këtë kërkesë si një kërkesë të një rëndësie shumë të madhe, por theksoj gjithashtu se kreu i karteleve të drogës të troplinve, çelave, bajrëve e të tjerë ndodhet në karrigën e kryeministrit të Shqipërisë dhe ky është Edi Rama. Operacioni i fundit i quajtur Ura nxori Lakuriq si antar të kartelit më të rrezikshëm të Ballkanit dhe të Europës, që është karteli Troplin, sepse është karteli që zotron 100% portin e Durrësit. Antarë të këtij karteli janë Ergjys Agasi, Altin Dumani, Vangjus Dako, Edi Rama. E vërteta është se Ergjys Agasi, Elvis Doçi, Vangjus Dako dhe Edi Rama gjatë fushatës elektorale kanë zhvilluar një seri takime sipas burimeve dëshmitarëve në vilën e Vangjus Dakos në plazhin e Durrësit. Por vetë operacioni Ura zbulon Altin Dumanin, Irena Gjokën, Ergjys Agasin dhe Edi Ramën si antar apo drejtues të kartelit. Autoritetet italiane prun urdhër arrestet me datën 19 shkurt. Nga kjo datë, Irena me 5 mbiemra delinkuente e dënuar me burg në vendin fqi dhe që mahet si turpi i drejtësisë shqiptare në detyrë, nga Edi Rama dhe KLG-ja e tij, mbajti dosjen 42 ditë. Pas 42 ditësh, ajo firmosi, por Altin Troplini, alias Dumani, e mbajti dosjen edhe 20 ditë të tjera, nga data 30 prill me datën 20 maj. Sa bosi i kartelit Elvis Doçi ju dha kohë mjaftueshme për të përmbushur misionin, për të transferuar, për të fshehur të gjitha tonelatat e tij me kokainë dhe narkoeuro, dhe tani jeton i qetë. Altin Dumani në paftyrsinë më të madhe, Altin Troplini në paftyrsinë më të madhe. U deklaroi shqiptarëve se shtym arrestin të marrur vesh me autoritetet italiane dhe të tjera. Ky është një mashtrim i turpshëm që ai u ka bërë autoriteteve italiane dhe autoriteteve të tjera si bashkëpunëtor
në krim, në një krim të rëndë me kartelin më të fuqishëm të drogës në Europë, kartelin që disponon portin kryesor të vendit. Por, në qendrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka një ndryshim cilësor, shumë të rëndësishëm. Prokuroria e përgjithshme Bondi flet për kartele droge. Presidenti Donald Trump kartel të drogës në disa vende i ka dekretuar, i ka shpallur si grupe terroriste. I bëj thirrje presidentit Trump dhe qeverisë Shteteve të Bashkuara të deklaroj terroriste këto grupe shqiptare të cilat janë ndër më të rrezikshme në rajon në Europë dhe në botë, të cilat lëvizin miliarda euro para droge dhe që i lajnë ato lirshëm pa asnjë lloj kufizimi. Në Shqipëri, me firmen e kreut të këtyre karteleve, kreut të organizatave kriminale, Edi Rama. Deklarimi i organizata terroriste, i organizatave të mëdha mafioze të Shqipërisë, është një kontribut serioz, i madh, për sigurinë në Shqipëri, për sigurinë në rajon, për sigurinë e NATO-s dhe Europës e më gjerë. Ndaj dhe garantoj se Partia Demokratike është e gatshme të paraqesë çdo dokument, çdo provë që fakton implikimin direkt të Edi Ramës, Olsi Ramës, Taulan Balls, Ervin Hoxhës dhe shumë të tjerëve në aktivitetet e karteleve më të rrezikshme të rajonit dhe të Europës. Pra, jam këtu para jush për të theksuar edhe një herë para shqiptarëve se dita e djeshme shënon një moment kthese shumë të rëndësishme për shqiptarët, për Shqipërinë, rajonin dhe Europën, damkosjen e grupeve kriminale shqiptare, organizatave kriminale të lidhura me qeverinë me Edi Ramën, si organizata, si kartele droge. Të gjitha ata të cilët hezitonin, apo u duke i pak si i largët, si i çuditshëm, etiketa e narkoshtetit në Shqipëri, tani nuk do të kenë më asnjë dyshim. Shqipëria është shteti i karteleve të drogës. Shqipëria ishte dhe është narkoshtet edhe para krijimit të karteleve, por krijimi i karteleve rezultati politikave zyrtare që Edi Rama ndoqi nga viti 2015 deri sot. Kartelet e drogës në Shqipëri janë dhe vendimarrësit më të fuqishëm
vendimarrësit në të fuqishëm, në qeveri, në parlament, në qeverit vendore. Ato dikturën me dhunë dhe drogë, rezultate zgjedhjesh në zgjedhjet e fundit, duke i transformuar zgjedhjet e vitit 2001, zgjedhjet e majt 11 majt 2025 në farsën elektorale më të shëmtuar në historinë e vendit në 34 vite. Faleminderit.